Gjithë besimtarëve që jam ju fesën e Kurban Bayramit, dhe jam I lumtur që jam sot këtu, jam bashkë me juve për më uru, edhe të regohi ditë të zimë në bashkë me juve. Ndeshëm. Unë në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, si ministri të Krimës, dëshiroj që shkruaj edhe juve të fesë, të gjithë kolegë, të gjithë ambasisë e gjërë të Partisë. E shkojnë më në të
Mira, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Si zakonisht, festat e tilla vim për me urrugë bashkësinë islame, me ftijun mikun tim Naimin, zotin Tërnava, për festën e Kurban Bajramit, shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve besimit islam qëroj këtë fest të solidaritetit, sakrificës, një ditë e veçantë që njerëzit i bashkon, njerëzit shkojnë për të urruar njëri tjetrin, kështu ka qenë, kështu do të jetë edhe kështu do të qenë edhe në të ardhmen. Është kënaqësi që isha këtu dhe gjithë familjeve në Kosovë ju uroj shëndet, begati dhe mirëqenie. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.